hapet gjoja qa. Ne jemi mirë, po mos harroj që Tirana është 4-5 herë, 6 herë mbi normativën e pisët. Më thonë, është vdekje. Po në Tiranë dhe në Shqipëri mbizotërojnë makinat elektrike, themi. Jo, në Shqipëri? Mirë pra mirë, janë në një fazë mbytse, sunduse kundrejt atyre që janë makinat me karburant. Jo, makinat me karburant zëjnë venin e parë. Nuk është kjo proporcioni. Dakor se ka një... Janë makinat që janë ble për para e do të konsumohen, po cikli është në Shqipëri të paktën që ose e majnë kështu, cikli është që do shkoj komplet drejt elektrike si gjëja. Sepse është e hapur dhe është themi e lejushme ose e vlerësuar nga shteti, por në Itali nuk ndodh kjo gjë. Ose për shembull, pse mos ketë Tirana një tramvaj? Pse mos ketë tramvaj? Ja pra do ta bëjshin, po. Do ta bëjshin tramvaj, po mos mi hap mu këto tema se jom shumë i keq. Kur analizoj ç'a duhet bëj për Tiranën dikur, sot edhe ç'a duhet bëj nesër. Jam shumë i keq për këtë. Pa pas një lloj themi ansimi politik. Ajo që duhet bëj për Tiranën janë shumë gjëra, se duheshin menu përpara ku do shkojmë, nga do vime, si do hesim, përpara se të krijoheshin, të ngushtoheshin dhe ato pakapësira, ato rrugë. Se t'ishte pallatet 100 kaçe, 50 kaçe, okej. Ja i bote edhe me 7 metra, me 7 parkinge në të që pra kemi mundësi ku t'i lejmë me flet makinat. Po ku do hesin gjithë to makina, se nëse ideja është i po bën 50 gradacela, që çdo gradacel ka X familje kanë X makina do flenë poshtë pallatit. Po këto njerëz që do kenë X makina, ku do japin rrugëve Tiranës po me ato rrugë që janë aq? Se hipotizohet që do vinë banojnë në Tiranë edhe 300.000 veta tjerë. 300.000 veta tjerë, po ja fuskot janë edhe, po them nga i makinë për kokë, po ta bëj 250.000 makina tjera. Ku do hecin me ato rrugë, se hapësirat nuk kanë ku shkojnë më. Kështu që ose do bësh nën tokë, se mbi tokë do ishte skandal, ose do bësh nën tokë, ose s'di, do i mani makinat në xhep ose nëpër parkingje. Se gjithë gradacëlat që po ngrihen, supozohet që janë për të fut njerëz, jo pula, që do fluturojnë në ajër. Pra ne them që ç'a duhet ishte bë, edhe ç'a po bëhet, po menohet vetëm sot për sot, ose dje për dje. Nuk është menu asnjëherë sot për nesër. Ç'a do i lejnë kalamojve e nipërve. Si do i thartohet truni, aq shumë nipërve e kalamojve sa s'ka ku të shkoj. Minimalja është... Sot do hecësh ti, nesër do heci unë. Shiko, po në këtë gjendje ka ishtë densitetit lartë, minimalja është që makinat jenë elektrike, që mos ketë gaz. Ajo pa tjetër. Minimalja është. Si që është edhe kjo tjetra që ti fut ato buza që janë si trena në mes Tiranës, që kthesat me zi merren me makinë të vogël. 2 vagona bashk. Gjë solucioni, ato buza më të vegjël, të 3 fishuar në po ato kryen dhe ato një lloj ngushtice në Liri, unë jam në Sauk, të vjetër. Do me thonë jam shumë afër Unazës, aty që të qonë Ketegu, pra jam afër. Dhe dua të shkoj deri tek mesdhetari për të dhënë mësim. Dhe duhet marrë veturën, sepse po të shkoj me autobus, nuk e dia 4 kilometra sa është larg, as 4 s'besoj. Duhet pres gjysore një autobus që të më çojë deri ke Tirana e Re. Duhet marrë autobusin tjetër ke Tirana e Re që të më çojë atje. Edhe flasim për distanca 3, 4, 5, 6 km. Po flasim për distanca 20. O zoti madh, po ç'a është kjo? Dhe duhet marr veturën për të shkuar deri atje në punë. Të paguaj dhe parkingun çdo ditë, harxoj dhe naftën kot çdo ditë. Që aq rrogë është. Është domethënë kaq absurde kur e mendoj dhe nuk e di pse mund të jetë kështu, kur mund bëhet një ekonomizim komplet tjetër i gjithë kësaj situate. Jo, kështu dhe kështu. Tramvaji, për shembull, do ishte një lloj solucioni, por nuk e di sa rrugët tona e lejojnë që të kesh edhe shina që sesin me kaq janë rrugët janë bërë, sa i gisht. Tashi, një 2 ditë thash, unë do shkoj në Kom. Metroja është investim për shtete me potencë industriale të jashtëzakonshme. Unë do shkoj në Kom, thash. Se bën dot. Unë do heci në Kom, punë e madhe fort do heci, po. Zgjidhja jam dëgjoj janë vetëm tynelet të nënveshme, siç janë boke në hyrje të Tiranës,
të bëhen që të paktën nga veriu në jug, nga lindja në perëndim të ketë mundësi që nën tokë njerëzit mos... Shiko, ne na të prita makinat e Elon Muskut ato me flatra, po ka shumë gratacela ke neve sa që ne nuk, ato s'kan ku të fluturojnë. Njerëzit të i gjut me pallaska nga balkonet. Zoti ma. Ja. E vendosa tikin kom liri. E ja futa. Se thash unë që nga liçeni deri ke rruga Kosovarëve, nga rruga Kosovarëve deri aty, s'është një gjë e madhe. Po. Mor liri, gazi karbonik në fytyrë kështu, unë duhet merrsha një kundra, erdha e toksikume në shtëpi e marrume. Unë thash, po mund të shkohet, po duhet një të vishëm me kundra gaz, edhe t'ja madhër, se ndryshe nuk... Unë kam shumë qejf të ecin kom Tiranë, e shijoj jashtëzakonisht shumë, se për fat mirë, themi, aty ku lëviz gjëja, qendra, është e vogël, i marro punët në kom, po ajri shumë i rëndë. Prandaj them që raporti me njeriun, Kina po bën çuditëra edhe në ndërtimin e këtyre shtëpiave kapsul. Që e merren, monton fap, shtëpi që rrojnë 50 vjet, shumë të mira. Edhe janë të lira, shtëpi kapsul quhen, nuk e di ke para, po sa ka asa të mira që janë. Edhe janë dhe ekologjike, se nuk bëjnë pis. Po bën revolucion gjitha drejtimet, me thënë drejtën. Vetëm në mentalitet jemi shumë ndryshe nga ata. Flasin pak, punojnë shumë, respektojnë fort njëri tjetrin, nuk hynë në zonë fare etike. Fundi tjeta dhe një që ka moza, nuk është se... Erdi një shoqe e këtia... Zbo sens edhe veç me punu, Erdi një shoqe e këtia kineze... Puna është bë për të gëzuar njeriun. Por në momentin kur ti bëhesh skllav i punës... Shiko, jo, jetojnë brenda ato komplet. Erdi një mikesh e këtia nga Tajvani, se kineze janë dhe ato. Edhe, se ka jetu atë, kishe një dy shoqe. Erdi, edhe unë për tutalli, tha, është djali inteligent ky, për këtë që pëmbaj. No judgment, më tha mu. Jo gjykim. Do me thënë, fare. Asate, me thonë një fjalë. Me thonë, me hy. Jo, no judgment, jo gjykim. Që thash si që kam so. Edhe temena. Po ti është burre, me temena. Nuk më ka tërheqja si herë. Ishte i Tiranës. Amerika, që janë këto. Ishte i Tiranës, po ishte shumë i prap. Edhe kishte njona djalë Xhaja, nuk e di çfarë kishte, më tregonte për atë, po i bukur i dheut. E në ky tjetër i bukur i dheut. Ky Tiranësi. Po ti paske pa i burr shëmtut një dëntate. Po ku ka burra shëmtut me veshi kostum lajsh plaj gjithë bukur janë. Bukur janë. Po të bukur ku ka burr shëmtut? Ato duan me nejt shëmtut edhe bëhen shëmtut, se s'ka burr shëmtut. E nejse, më thot kjo, më tregonte. Hiku më ca kohë në Kanada, si që mora ti me carus, me tregti hekuri, ku di unë. Tham, kujtum që kishe vdek, thanë se si jepte lajme, po ishte më qef, tha se ishte, ku di unë, tregti kontrabanda, nuk e di qa tregonte. Masa netha ja mas në Angli, tha, aty shpëtoj. E u boj gjallë, u gëzu shtëpia që ka gjallë. Mi po në Tiranë, tha, kishte shumë të dashur, ata se kishte gango, tha, ishte i bukur, lek kishte. Edhe prit se po martohet me njënën, prit se po martohet me tjetrën, tha, para se t'ikte, se 35 vjeç djalë mo që ato priste. Jo, tha, se bonte zap njeriat e tha. E nejse, në Angli atje... Ishte me unë qef. Prit tashi, tregolali ty. Në Angli atje, vazhdoj kontaktet me shpina e këshu, qkejna si shkon, nona vetë mo, sigur i rilindi djali për s'dytë heri, se ju shfaq masi periude gjatë heshtja. Po qa po bënoj gjë, apo gjena i grua, ke njëri atje. Po kam i budallaj që i kinezi që vjen bo masazh, tha. Edhe, po që i thot ajo se mos bashoj? Jo, e thot ku e marron atë qaj të folë, thot po, masazhet e këto i bo shumë mirë, thot, bëjmë në i gjë e këshu, kismet. Pyt kjo nona vetë, këshkallojnë 6 muaj e 7. Biro, gjete gjo, po jo, vazhdoj me atë kinezin që bo masazh e këshu. E i zoti ma thot plaka, mos më përfundoj. Kur i ditë bukur, thot, none u fejova me atë kinezin, thot. Qa thuti? Me atë budallaqe? Durët nga mbi lëkur, dalin në lëkur. Dhe ajo thoshte, kinezja 1.60. Këtë i pa ta thonë dhe vinit se po dalim nga tema në temë. O zot. Tash i ditë durët nga lëkura, do shkojnë poshtë lëkure. Ja, ku ndolën temë. E dhe thonë, dhe ajo që ma thoshte, më thoshte, moza si ka mundësi, yjet që ka pas sa i, thot, si ka pas njeri, thot. Si përfundoj me i kinezi 1.60, thot, po, pëse
Po ato tha të fërkojnë të lëpin komët, tha çdo natë, tha. Të fërkojnë, tha, të bëjnë masazh e kështu. Po. Tashi, unë e besoj dhe për një gjë tjetër. Një test bëhet në gjithë botën, kjo është e vërtet. Qa doni më shumë, i thonë grave, burrat apo fëmijët? Të gjithë botën, gjithë gratë dojshin fëmijët. Gratë donë fëmijët? Po, gratë, edhe unë, atë gabim e kam bërë. Edhe se pysni kalamajt, o ma qa do më shumë, se kalamani është i zgjut, duket budalla. Ky i thoshte i shkretim shoj që unë vetëm mamin du. Kurse unë i thosha, gjithë burrat e botës një kra, 2 kalamajt e mi këtu, kalamajt unë, në sytë burrit. Po ato nuk e kuptoja efektin. Mend, nejse s'ka gjo. Qofte hajrit, nuk jetova pak, 20 vjetë jetova me të. Edhe, gjithë, vetëm kinezët kishin thonë, burrin. Burrin. Ato geisha lindin, geisha do tesin. I pysin fund, po pse ju burrat dhe jo fëmijët? Po fëmijët do ikin një ditë, jetën me burrin e kam. Kështu që ato... Edhe keq nuk e kanë. Burrin ato e kanë primar. Edhe keq nuk e kanë, se funit. Po ne jemi mësuar me sakrifiku për fëmijën gjithçka është. Me boj gjithçka për fëmijën shqiptari, për shkollimin e fëmijëve. E kam hongur unë për shkollimin e lemori, e kam hongur një i vitë. Mund bojnë nga 2 anët pa fundësisht shumë. Por... Aziatikët me fjallë i kanë ca principe që se janë budalejnë. Kotë s'ka shpik barudin të parët. Me i dhonë zjarë dënjos. Frikë shumë. Liri, kene gjo me udhë krave se këtu të gruka korenti. Hec më knejt pak në mos të kapë. Jam shumë ratë. Nga knoqen me këto muzikat, qa relaksi. Edhe kjo koha këshu i qikë si gri. Pëlqen ngjyrat neutra apo të ndezura? Jo, unë jam ke nuancat, ngjyrat nuk i pëlqej, vetëm nuancat pëlqej. Ngjyrat janë shumë radikale për të pëlqyer. Më pëlqejnë pastel gjithmonë, kam shumë që ngjyrat pastel. Nuancat. Edhe nuancat më pëlqejnë, po ngjyrat pastel. Po kjo soni bë bodybuilding, ajo të jep ca gjymtyr kështu me muskuj, me gjëra që nuk janë shumë feminine, po hajt. Se cili kryon trupin si mas shije vetë dhe imazhit vetë. Që du me dhonë vetes. U knaqëm ne këtu, të gri partalla. Po ju shof. Kena pi dhe kafe turke. Na frymëzoi prasi. Ua, mos e harrojmë këtu. Galeot të full prasi jo. Unë them ta bëjmë për ditë, ti zbusimi qik gjithë, që edhe për gjellë janë... Shiko, po sikur ati tas qebapit i fusim ca prase, ta... Ate meru me visin se... Po qa na boni tas qebapa i sot? Asi herë s'm ka pëlqy tas qebapi këtita. Jo po s'kisha këte, jo po s'kisha ate, s'm ka Ja prej ka gjitha tani. Unë i mam bajaldin e bëj, se kom problem, se unë japi val patligjonave, i mor dhe atë tullin, i marrë tu... Atëherë, shi qa bëjë? Japi val patligjonit. Iku, val të letë. Pasaj i hap në dysh, i marrë tullin. Pasaj bëj kimën, po themi, mos me zjatë. Te kima hudh tullin. Që të përzijet tullin me kimën. Po valën nuk ja japën? Ja jap valën, po ja jap. Po i qitë ujnë e hidhur, apo? Atë ujnë e përdor pasaj ketava unë i qikë në gjo se ka nevoj. Po ti sa zjen, 1 minuta, po pak? Patligjanit, sa mori val më më të i val të letë. Sa të mori val të letë. Pasaj hap patligjonat, i mush me atë produktin që u bo me kime me tull, dhe i qikë piper aty sipër në i hudhër të mushme me këmish. Jo hudhër sade, po me këmish ja lejon, që kush do e hanë, se ajo me dhe shie, kam pa një shef italian një ditë shumë interesante dhe sa do që unë gatuje eksperiencë nga tim, me ato të mija, po këte vallaj kam ngellat e ditë, kam majt 2 ore program vetëm për hudhërën dhe gatimin e hudhërës. Pra, kur pritet ndysh, merr një shije tjetër. Dhe kjo është e vërtetë se ai thotë unë i menojsha. Kush kur pritet ndysh tash? Hudhra. Hudhra? Po, e qërume. Po si, për zgjati? Për zgjati. Po. Po ja heq atë embrionin? Atë e heqin zakonisht gjithmonë. Unë se kam pas heq, po ky thotë që duhet heq. Hudhrat shqiptare s'para e kanë se janë shumë të pastra, janë shumë bio, tjetër farë nga Italia. Kur pritet holl në themi transversal, okay? Si që pritet hudhra në transversal, me shije tjetër.
kur piqet në gjell pak mish, pa plastikën e vet, Po. jo lëvorem, a ka atë plastikën e dytë. Ashtu, a? Po. Ka shije, kur piqet me këmish, Me këmish është e mirë shumë. vdes, Edo. maroj, si tru bëhet. Sa e Që mirë. bëhet ajo. Pra, kur shtypet, që hudra që shtypet. Po si e fut ti, me këmish e fut Po, ke? po i shpjegohet e si duhet përdor për shumë gjona që të rizaltoj dhe tjetë e dur shia e hudrës që ka bë. Edhe kam nejtë po të them 20 ca minuta të një gjuhë, edhe që thësha e vërtet. Se nuk mund ta marrësh hudrën dhe ta gatush në tjetër mënyrë për disa gjell. Çdo gjell ka hudrën e vet në të preme. Na lujtë e menç me këtë të hudrës. Po, të erdhi aroma. Wow. E di se e E kam. di se dhe kjo brusketa hudra pritet kështu e vockël ndryshe. Jo, unë bëj një gjë tjetër. Unë bëj brusketën edhe e kruj. Si e krun. Sigur po e gri. E bën kështu plur. Jo, thjesht e fërkoj ke brusketa. Vetëm kështu. Vetëm e fërkoj kështu ke brusketa, vaj u liri krip. Ua, mua më hajt një brusket, tash i mund ta bëjmë se i domatit ishin shumë Po ja mirë. shkoj tani ata pi dhe këtë dhe do shkoj të kërkoj atë barbekyn që të bëjmë dhe kemi dhe lavrekun. E po nëse kemi levrekun, mua Do të mjafton qërojmë levrekun. peshkun pra Po bashk, po. Atëre peshkun. Shof si e qëroj herë, se kështu... Që aman sikur ka një gjë të madhe. A ke Velza qëru ti një heq. herë apo ja fut e kot? A jem të reziti, po si kina hëngur pesh gjithë jetën ne pa qëru e kina Po, ku hëngur? e di unë? Unë e herë pjek dhe si rusët, ashtu pa qëru kur është barbun. Se rusët i dun ato, se janë probiotik ato, zorrët e barbunit, zorrët e peshve të vegjël janë të mira. Nejse, që qa po më ha dora do vinë sponsora, mos e Edhe mu e majta, Edhe shif, ty e edhe majta? me kështu dverdh nga ato, si që janë se insekta, shif. Ty do të vi gruja e pash filxhan, ja mba e men qatë thëmë. Po së erdi gruja, unë të shpojnë më hundë. Po vetëm mallim ka marrë shumë, po dhe për gocën shumë. Jo, goca nuk të vje, se është as ka dalë fare filxhani, ka menjën ke i dashuri, po gruja të Ka mendon. menin ke i dashuri dhe që i dashuri... Po i kishte yll ajo atë. Po, e ka yll, edhe unë e du fort. Yll shumë. Pa jo, më yll se dashën ka babën e vetë i herë. I lezeqëm je. Se dhe baba vetë e ka kështu... I lezeqëm je. Yll në ballave. I lezeqëm je. Ta pranoj. Ka ca bun plot dritje. A më thu pili vejse dhe gjinë kallë, do të të them edhe unë. Dakord, maroj. Ki pa kacabunat që Unë shkëlqenjë... dam rolet, kacabuni me gjinkallën. Kacabunat që shkëlqenjë si për lule gjize. Lule gjize kanë qenë ato, kanë qenë cinglat edhe lule gjize. Janë ato me refleks blu i qik, apo jo? Ato kacabune, jeshile kobalt. Jeshile kobalt. Moj mami, moj Dhe kur mami. javin ato krabin, Ne i kapshe me lidhshim komën me i fije peni, edhe me kacabunën dorë. Kush e kishte kacabunin më të madh dhe më të bukur. O zot, sa vështirë ishte me i kap. Gjunafi torturojshin, po ne u knaqshnim me kacabuna. do lozni me gjodhe. Po ishin ato lulet e bardha, kështu, si lule, quheshin lule gjize. Edhe kacabuni për sipër. Moj mami, qa pamje. Flutra ke pas kap? Pëlqeshin apo nuk të histe flutra? Jo, i kisha... Ke pas qef kacabujt? Kacabunat i kisha shumë qesi, ishin... Bëshin dhe shumë, si aviona. Kacator. Kacabuni. Liri, kacabun komplet. Se që kam një imazh kështu tonin që s'ke los kur me kukla. Ua, mo liri. E vërtet apo falso? Ua, mo liri, po arrita me zor kam blej kukull me mamin, me luft madhe dhe e futën bufe e burgosën kukull. Po pata një imazh që thash... Tashti? Moza me kuklat, i bote harakiri. Jo, ne kemi qep kukla lecke, po edhe ja bëshim ato syt me laps, po prap, si shin gjo. Si shin gjo, dilshin gjitha si kukla kineze dilshin. Si, me thonë, nuk e di. Me lecka, me gjona, qepshim kështu. Edhe pastaj, hajt, i shkepshim, jashu, nuk... Po kukull plastike, mahet men, shkoj me i dyqanon, shof një, bjonde, si ajo bjondja që më theti mua të natje, bosi filanja. Amanda... Ishte i kukull, krecia Amanda. Amanda ishte.
I kishte ato Ore ke flokët qenë fix po të e them. verdha, po atë natë po. Tash na e pas kanë sjell ke ferma. Edhe ishte kështu ajo Amanda. Dhe një po. natë i kam thonë, kujt i thash, këti shkodranit nga Roma, Inrit, Indrit, po. i kam thonë, Dante Alighieri, se ishe në një profil, kur ka qenë, jo prami funit, a i tjetri para funit, tash pas kam bosin, kishe një profil, Po ashtu të lynë ato? Dante Alighieri, Të lynë ato? 3 qereksh, Të lynë. 3 kwarti që i thot. Po, të lynë të bëjnë më. Zot, po Prajmi parë, prajmi dytë, i shtres parketi, qas ndryshe. bëhet, komplet, nuk një veten. E nise, e dreqin, se qa do thoja, se dolëm Ke dhe kukullat, ke kukullat. A, ke kukullat. I them, unë ma, shofte kukullën në dyqan, po ishe 380 lek, atëri ishte goxha, 180 lek. Sa ishte, i buk 20, buka bon të 3.000 20. lek ishte rroga minimale, më po themi. Po, do me thonë, imagino, i buk, do me thonë, quhesh 20, ushim, po 180 lek nuk ishin 180 pak, lek po. ishin goxha. Edhe, se kështu me buk ma atë shë jetes atëre. Edhe i them, mami, thash, kam pa një kukull, e kështu e shumë dyqan, mami, e du, e kështu, po e kisha i gjotë keqe, në fakt, që po të më pëlqente i gjotë, do ta çmenja mamin deri sa të ma blente. U Nuk dorëzu, e kisha kuptu as këtë. u dorëzu mami, u dorëzu, shkoj e bleu. Edhe, e mora. E mora me shpresë që do ma lej mu. Jo, tha, nuk do ta mbash ti, tha, kam blerë 180 lek. Po çfarë ta bëj Në sështar. këtë? Kukullën do ta vëm në bufe. Ah, E vunë bufe, ishim bufeja me xham, edhe unë dhe kukulla ishim një mas xhamit të dyja, duke e pa njëra tjetrën, dhe vetëm e shikoja bukuria e saj s'kishte fund. Fund. kukull për e vërtetit. Ua, çfarë kukulla. Po, edhe sot ajo mund t'ishte një kukull shumë e bukur. Ishte kukull e shtrenjtë, kisha arë nga jashtë. Se vinte diçka dhe këtu. Kujtohet, për herë të parë kemi ble buskuqat nga ish Jugoslavia, vinin buskuqa, Çiklamin. Ua, na u duk gjë jashtëzakonshme, se ishim mësuar me ato buskuqat kështu që ishin si dhjam, Si majmen, fakt. si dhjam, ishin buskuqa si dhjam, Si majmen. edhe ishin ngjyrë Si portokalli, po të bukur ishin dhe ato, portokalle bukur ishte. Majmen po. vetëm sapunin luks, që rrute ma. Le, mos e pyet. pyet Ke ç'ishte. rrobat të merë. Po vjerra ime që runë të kanaçet e Coca-Colës në fillim. Kështu si na izoluan o burr 50 vjet. Po dhe 20 vjet masanesa hoqën visat, një tortur, një vend numëro që ka bë njeriu shqiptar nuk kam bë. I frikshëm. I rroft identiteti, vend numëro. Ba. 50 vjet frikshme kanë qenë. Si kanë duru njerëzit kaq shumë. Kam pasi shkrim shumë bukur, një ese mbetet të sillemi bukur. Se thoja, ai vrapi në vend ku ti unë, do me thonë, të ecësh në vend numëro, o zot, vend numëro, inshallah s'na japin në i vend numëro tjetër, vend numëro. Kurse ato, përparo, në vend numëro, përparo, vend numëro. Ata më në sëmës, qa është kjo rasia ku ke lindë. Prap se prap Prap, zonë e mirë, se të kemi... temperon. Po, kuptuar kemi shumë dhe tani prap është fat që kemi lëvizjen e lirë, shumë fat. E disa kuadrot kualifikuara jashtë që ka jashtëzakonisht shumë. Edhe njerëz me eksperiencë, edhe kuadrot mira, edhe shumë pak mediatizohet intelekti akademik, më besoj që ka shumë. I kam dhe kolegë shumë të Po se përgatitur. kanë frikë më mos. E di. Se nga një anë diaspora, hajdini, nga ana tjetër kur vinë njerëzit me derë, themi, atë që kanë magazinu gjithë këto vite jashtë, në këtë lloj vorbulle që është këtu, japin bezdi. Shiko, Liri, ne jetojmë në intersistem, jo në sistem, ka marru koha e Superioriteti sistemi. je bezdi me dikritetit. Jo, po intersistemi është vetë në kontradikt me Shqipërinë. S'diku, do të thonë, Evropa që ta marri do bin kontradikt me Amerikën, se e do për vete. Po Rusi ka qef për vete, po Kina vdes, si shkon lë nga goja. Kështu që kjo është një zonë e vendnumërimit është nga apetiti, nga oreksi. Nga oreksi ndërkombëtar ngelet vendnumëro. Se të njëjtë shqiptar kur shkojnë jashtë shtetit janë
Shëmbullor. Janë shëmbullor. Atëre nuk ka... Këtu kthehen si vitet 90. Po, atëre nuk ka të bëj me popullsinë, ka të bëj me gjeopolitikën që i le venumro, edhe i thot, zdi me bo shtet, zdi me bo këtë, zdi me bo drejtësi, zdi me bo, tjerë. Edhe ti i thu, du me bo divorsa, se mi thu një avokat, i thot, mos e merë kotat munim, se së vje rada kur, se s'ka gjykatës. A kupto që bëhe. Edhe, hajde, dhe këtu maro, masa ne gjithë loja. Digitalizoj gjithë ato gjonat, do me marri ta pi shpije, kam 3 vjetë që pres, për i gjotë vogël që kam aty një marë, 3 vjetë që jam gjithë shka në regull. Jo, di që më thot avokatja, ajo, noterja, më thot, më duhen thot dokumentin original të blerjes parë. Do me thonë se është blerë që më konë, originalin të japë unë, po unë po dhash originalin se fotokopja... S'kom nevojë të vike ty. Jo, po dhash originalin, unë kam dhonë shpinë. Qartë. Po si që ka kjo, qa bëhet, ku je? Keti? Unë e kam originalin, si se kam. Po fotokopjet noterizume me gjitha e ka aji që do mi hapi letrat. Jo, dashkat e original. Masa nes ma zume goj këtë muhabet, se kuptoj që unë si isha budale. Po si isha budale. Po i kupto ku je. Jo, humi originali, hajde qite. Tash, kisha një mikeshën time, i kishin bo mbi vendosje një palatin tok vetë. Mbi vendosje palati. Për i kishe marri cop tok nga toka vetë, kupton? Mi po kjo kishte dokumentin original. Dhe me besim ke noterja e vetë, shkon, urdhro, thot, dokumentin original, bëj fotokopjen e gjitha dhe tash si thot se jam gjyq që do marrë tokën time, që e kam blej për para se është bë pallati. Zonja jashtë duke, thot, më humbi dhe qa gjyqi do fitosh. A e kupto ku je o zemër, që ajo për atë noteren, i vente këto, i qiste syt, i di gjëra fakte që i kam jetu. Si ta boni, i thashun, ta boni, tha. Ma boni, tha, qa ti bëj, tha, s'kam qa ti bëj fare, tha, se bon berë thoj që t'ja ka marrë dikush ka tavolina. Ndoshta dhe ka marrë, kupton? Problemi... Hajde zgjidhe. A e kupto se qa ngjarjesh janë këto? Tjetra që një gjotë, bëhet gjyqi i shkallës parë. Ti hum. I qonë dokumentat në gjykatën finale, sepse i di që atje ka drejtësi. Rrugës humin dokumentat dhe zgjenden më. Ajde fitojeti. A kupto. A e kupto. Qaminone. Do me thonë, nga një anë është dhe mrekulli, pse? E kuptoj që në moral njerëzor, ajo që të bi mirë dhe keq, prap është, se mund të hante dhe njeriun, por nuk e ha, se ka i moral, kupton? Po. E tash i rri dhe pallati dhe shtëpia saj bashk me i zonë, e ne ashtu rri se qa do bëjnë? Qa do bëjnë? Rinë gjitha palët këshu garumull si për njoni tjetëri gjithë. Ti ke marri pronë me 700 sanë, nuk e di. Deli zoti pronës, jo thotë këshu. Qa do marrë shti, qa do marrë unë, rinë si për njoni tjetëri, të karamojnë, bojnë. Me thonë gjithë. Plakës, ajo që të bë për shtypje, është që... Jo, po të bë për shtypje, se të hujtë s'flasin fare për çështjen e pronës në Shqipëri. Nuk e zem fare me gojë. Po, hiq fare, s'quk, komplet. Atëherë, zotri, ty të shko goja lëngë për vete për këto prona. Ty të shko goja lëngë. Edhe ne do presim të investosh të pronat shqiptare, që të marim në i kore, të punojmë vind, punojmë këty të ham buk. Nga jo që ishte toka ime. Po, të ham buk. Po presim, po prapë s'po vendosin, se zinë gjitha palët e huja të ashi. Jo, zdo ta boj Trumpi, asë në Beograd, asë ke ajo si quhet, ke Sazani, zdo ta boj. Se janë zona sigurie, o zotni, po dum t'jetojmë të hamë në i gjo. Letë vi, punë madhe fort, tokat tona janë punë më t'i marri njoni vetëm të punohet këtë haj, bëjë turizm të këtë pache. Po, të këtë zhvillim, se këshu bëjë, jam prontime, po le ta marrë tjetri që të punojmë pronë tjetrit. Pra, proletar. Jo, as këte. Jo, me bukra është... Po, qarë do, more atëhere, qarë do nga unë, po. Po e mori dhe i shqiptar, ja dhanë ati. Ja dhanë ati. Po, qarë do mo nga kjo vend, mërë zotni, ta ka majt identitetin me shekuj për superfuqit, po ta mam qish, po ku ta gjesh qiqron, po qa kërko nga kjo vend, se len nam, po len nam, edhe me drejti i komshia aty, është i gruje zakonshme, po, hemi moza tha, që ti për këtë drejtësinë e re? Që ti thojsha, unë ku marrë veshun nga këto, i thashun, kjo është bo kaçamak, i thashun, se di, fa? Një orë është të qmushme, një ditë është shumë e qmushme, një javë lene mo. Se sa kene 24, pra sa i bjenë, 12 javë, sa kene? Një 12,
me të shku me mua me folë për dikën tjetër. S'ka sens me i bërnesh, po unë të thamë me logjik. S'po të thamë për a është bëhet drejta, as është bëhet drejta. Ka ka shku. Në këtë sens të thosha që është fillim be smart. Okej, e kuptoj atë natë, e kuptoj shumë mirë. Shkoj që shkoj. Pa e kuptoj edhe para ditën e të nesër me se tani ishim si të rënditën. Po that's it. That's it, mos se ushqe mozen. Mos se ushqe se jetu është qy kështu. Se kalon në publik për ajo që i ka me të manja të, ajo që kritikon mozen, ajo që... Kur si e kështu se sa po e ke dëshmu që si e kjo, ma në fund. Ke baj javë 10 ditë fantastike, dhe më thonë. Tu najt me tanë, tu kënu me tanë, tu këcy, tu ba punë. Në këtë sens thamë harre, kërka mu harru, bano e fort. E di që nuk ka e thjesht se ti ke parime, unë e di këtë gjo. Ti e sinqert dhe ke parime, ale nuk i shkel parime që i ke. Jam dakord me ty. Ale është gjo mu qmukja, është gjo mu vlerësu, s'po thamë. Thjesht, formati kërkon që ti me vazhdu, me pa për pare, jo me pa mrapa. Se me pa mrapa, i bjerë me dalë migres. A gjunajt malit zët, a kuptën? Se jetu ecë shumë mirë, jenë në të preferumet e publikut. Pse të shmu mëllë dhe i herë, për qa, për ke? Për mozen, va bravo të kjoftë edhe ty, pra. Jepi ta ushem, prep, kur nuk na pëlqen një sjellje e saj. Po mirë e ki. Të lutem. Ba një këzuar i to. Edhe jam i bindën, edhe familja jote zë me të pak kështu. Jam i bindën. Më thonë jam e bindën që familja jam ka folë shumë ato. Ka folë shumë. Presim se në jashtë. Regullohen punët. Okej, po qa jashtë, a jashtë. Ti nuk je jashtë, ti je mram. Fatkeqësisht. Fatmirësisht. Hajde një kështushit, me ta ba. Ta bëjmë kështu, artizanale. Vetë se unë atje përdori ato letrat transparente. Të janë më të mira. Rizla. Silver. Po, edhe unë i përdori. Ose ato... Smoking. Që janë ato? Smoking Club. Gjinat, po vinë për Shtinë, rrimja 2-3 ditë, po më qenë në vendet bukrat, po Po vallojnë këna më knoqë. Kam një 2 shokë në Prishtinë. Kën? Kam Nitën, Kën? Nita Latifi. Këngëtarja. Po? Po, kam shoqet ngushtë. Edhe Afrimin. Muqa. Aktorin. E njeh Afrimin. Ja ho zemrën të dyve. Nita duket shumë qëllë. Nita është fantastike. Nitën e du si motër. Si shpirt e kam. Sportive e madhe. Mu indër, faleminderit. Mason memoria. Qëre, mu nuk më ka prek shumë fakti asoj nëse unë e kom ditë te i komunat më më rriaja, pej qysh në fillim kur nuk më ke besu as te as kërkosh, se momentu i ta më flet, mu më ka prek ma shumë pjesa tjetër. Ana tjetër, Po, e kuptoj, e kuptoj. qashta, sepse, Po, i kja shtet kish, i flet shtet fëlliq, po pe i dikojna kur e pret që ka me rrok, edhe s'te rrok, po më rrok mu. Qa me thonën më lallë? Mija, janë opinione. Janë opinione, sa është kjo pjesë tjetër, që edhe këtë e kena diskutu. Prime ka peshën e ti, por nuk ka vetëm Prime në këtë format. Jo, po, unë e vish me të kallëzua, për dhe. Jo, po i di, më bërnesh, i di se tani kena kalu Se kush po më thot një njëri që se kom njoft as... Po flet me dikën që ka kalu për atë një gjatë tillë, a kupton?
Më ka ofendu në Paka fillim, më ka kërku folje, hajde për ta folje, apo më kupton, edhe pse justifikimin e ke pas lëm. Jo, ne kom menu që s'ki burre, anina, e knina, fërta, mërta, më ke njoftu, të na ti ke bu, edhe në fund po më ofendon, apet, edhe jeni herë, po s'di se herë, ti ajo flet ma shumë për ty se për mu, apo më kupton. Po, ata, aty më ka dhimt. Që aty më ka dhimt, për që ata dhe jam qunë. E kuptoj. Kom nejt sa kom nejt, e poshtë që po diskutohet, ditën e mirë. Asojna që kom pas me thoni kom thonë, që i tash ta kom një dhe një kohën kom frikë me vdik, tash të kuptoj se dhone me konventoni një shatut me deke me dollë para Zotit. Nana e arsytimeve, për jam gjithmonë ma shumë i bindur mas eksperiencës që kam kaluar, është ajo që të thash për para. Gjithçka është të vërtet, ta shtrengoj dorën për tana, por... Jo, po. Unë po du me thonë se i përket asojna, unë asojna i kom thonë, burë, mu një po pëllëm ka një. Më ma zi se që aje që ta kom thonë, që vetë e ke knu. Në zbija ko, e vetë kuptushme. Me klas, edhe nuk është që e kom ofendu, veç i kom kallëzu. Që më dhëmë për televotimin e Olës? Katastrofë. Se do me thonë ku ka kom fjole keqe. Edhe qëre. Në letër është tonë që e kena rishiku bisedimin atë mrena. Që ta bëjt të gjënë, po